Qënë që jam mësuese gjuhëletërsie dhe jam shumë afër pjesës së leximit dhe mënyrës se si ata shprehen, shoh që ka një mungesë të theksuar. Aty nën kanape u dëgjua një zë, vrasës. Në atë moment u trëmba dhe bërtita. Psia ka qenë ëndra ime më e madhe e realizuar tashmë. Përsa i përket pjesës së mbulesës, ka qenë një lloj sfide më vete, pjesa e mbulesës në iden kolektive. Shkrimtarët kanë një botë të gjerë brenda vetes, emocione të fuqishme të cilat i shprehin përmes artit të shkrimit. Por kur kjo gërshetohet edhe me profesionin gjuhë dhe letërsi, atëherë bëhet një person i kompletuar sa i përket pjesës artistike të shkrimit kryesisht. Studiuese e gjuhës dhe letërsisë dhe njëkohësisht shkrimtare. Është kënaqësi Emine Boriqi me ju pas sot në studio edhe keni ardhur nga Shqipëria. Faleminderit shumë. Faleminderit zonja Vlera, faktikisht vi nga qyteti i Lushnjës. Kam studiuar për gjuhë shqipe dhe letërsi. Kultivimi i dëshirës për të shkruar ka nisur që në fazat e hershme. Domethënë, respektivisht nga klasa e 5, nga klasa e 6, shkruaja poezi, më saktë vjersha të vogla, copëzime, për cilat nuk mendoja që do arrija këtu ku jam sot. Një studiuese e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Fakti i mësuesisë, çdo profesion të mbush. Fakti që zhvillojmë nxënësit e mi pjesën e të dhënit gjuhës dhe letërsisë, ne e dim shumë mirë që tendencat më të fundit, pjesa e gjuhës nuk përshkruhet sakt. Dhe gjithmonë thosha që të shkruarit është një proces i vështirë, sikundër edhe të ligjëruarit drejt. E kisha si synim në vetvete, por më pas kuptova që dëshira për ta vazhduar më tej me studime linte hapësira që unë të studioja akoma më tej. Po, do thot, ju e pas këtë pas prej fëmijë këtë entuziazmin e shkrimit. Për shkak se neve në përditshmëri na ndodh me pa njerëz të cilët shkruajnë mirë, po nuk e kanë edhe studimin për gjuhë dhe letërsi, po ose e kundërta. Studiojnë mirë, po nuk e kanë shkrimin shumë pasion. A keni pas frymëzim? Ku jeni frymëzuar zakonisht për shkak se fëmijët është shumë e çuditshme dhe interesante si e gjejnë atë rrugën e pasioneve të veta. A keni pas frymëzime që i kujtoni si fëmijë që ju kanë frymëzuar drejt shkrimit? Faktikisht është paradoks, është e vërtetë që shumica e njerëzve nuk kanë mbaruar gjuhë letërsi, ama kanë një muzë të madhe frymëzimi nga dikush ose nga diçka, sikundër ka dhe studiues apo njohës të mirë të gjuhës shqipe që kanë mbaruar gjuhën shqipe dhe letërsinë, por nuk shkruajnë. Domethënë këto qëndrojnë dy skaje. Çdo kush e ka muzën e vet, flas për ata të cilët shkruajnë, çdo kush e ka muzën e vet të frymëzimit dhe e gjejnë pikëqëndrimin për të frymëzuar për të shkruar diçka. Faktikisht ka qenë motra ime që në fillesat e mia, ajo e cila më ka shtyrë që unë të shkruaj dhe të kem pasion letërsinë. Motra ime ka mbaruar për gjuhë shqipe dhe letërsi, një studente shumë e mirë e Fakultetit të Filologjisë në Tiranë, madje zotuese e disa posteve të larta në Tiranë, përgjatë asaj kohe, shihja me pasion se si dhe sa e arririshte. Dhe gjithmonë thosha që do t'i ngjaj dhe do ta vazhdoj këtë vazhd të saj për ta bërë krenare, pse jo. Madje një vazhd akoma dhe më të hershme e kemi nga nëna jon, e cila ka lexuar shumë, por për shkak të problemeve të asaj kohe të komunizmit nuk arriti të vazhdonte. Okej. A e ka nëna peng këtë pjesën e komunizmit dhe pamundësisë për të vazhduar për shkak se tek ne shumë gra në Kosovë kanë. Do thotë përkundër shkatësive, aftësive për me arrit, gjithmonë janë motiv shumë i fuqishëm, qoftë i vajzave të tyre, po edhe i rrethit të gjerë. Faktikisht
Më përpara e ka pas një ëndër për ta vazhduar, por shpesh më thot që ajo ëndër e cila unë kam pas më është realizuar tek fëmijët e mi. Okej, shumë mirë. Edhe a është përmbushse për ju kjo pjesë? Për shkak se me përmbush prindin këtë formë nuk është diçka shumë e vogël, mendoj. Gjithë tendencat tona si fëmijë janë për të bërë prindrit krenar. Dhe normalisht çdo sukses timin apo çdo sukses të motrës time ja atribuojmë prindërve, sidomos nënës për cilën e ka pas ëndër pjesën e gjuletërsisë dhe në një farë forme ajo ndihet e përmbushur dhe mendon shpesh herë që atë që unë nuk arrita dot ta bëj, po e bën sot fëmia im, vajza ime. Shumë kënaqësi kjo me dëgju. Zonja Emine, ju përveç vetë që i pëlqeni shkrimet, njëkohësisht jeni edhe mësimdhënëse në një shkollë jo publike në Lushnjë. Po. Si e shihni gjendjen sot të fëmijëve, a kanë entuziazëm të shkrimit si në kohën tuaj? A vreni dëshirë, shkaftësi, apo kemi një bllokim ndoshta për shkak edhe të përdorimit të teknologjisë? Kjo për hir të së vërtetës ka rënë ndjeshëm pjesa e leximit. Duke qenë që jam mësuese gjuletërsie dhe jam shumë afër pjesës së leximit dhe mënyrës se si ata shprehen, shoh që ka një mungesë të theksuar. Nga viti në vit zbehet dëshira e të lexuarit dhe kjo duket nga mënyra se si ata artikulojnë. Nga sistemi nëntëvjeçar që ne i themi në Shqipëri, pra nga klasa e 5 deri në klasën e 9, gjuha shqipe zhvillohet në konturet e saj dhe nxënësit shihet që ka një prioritet që janë mirë realisht. Ndërsa tek leximi ata mundohen të artikulojnë apo mundohen të japin një argument ndihmën e mësuesit. Kur arrin dhe ka përcejnë te klasa e 10, letërsia është një deg më vete. Këtu shihet defekti më i madh për ata të cilët nuk kanë lexuar. Një argumentim të një autori, qoftë nga klasa e 10 deri në klasë 12, qoftë Shakespeare-it, qoftë Dostojevskit, shihet që jepet një temë boshtë ose një debat, ata nuk arrin dot ta mbrojnë tezën për të cilën hedhin. Dhe këtu kemi, ose themi më saktë që vështirësia më e madhe është e të shprehurit. Ata nuk arrin dot të shprehen sepse nuk janë të lexueshëm mjaftueshëm nga klasa e 5 deri në klasën e 9 ose edhe në vimsi. Ne faktikisht në sistemin arsimor e kemi që çdo 3 mujor japim nga një vepër për të lexuar. Kjo për të stimuluar më shumë drejt leximit, por nuk është as pak e favorshme që 3 libra në vit të rezaurohen në lexim dhe të kemi ato botkuptimin ose formësimin letrar. Ne japim një lloj edukate që leximi është i domosdoshëm për retorikën apo edhe për dialogimin midis njëri tjetrit, për të pasuruar atë pjesë që neve mundohemi tek nxënësit. Ata disa prej tyre e duan, por tek shumica shohim që ka një mungesë. Okay. A mendoni zonja Emine që prindërit, për shkak se prindërit në përgjithësi kanë dëshirë që fëmijët me lexu, për shkak se i dim këto benefitet siç i treguat edhe ju. Mirë po, a ka mundësi një prind me kontribu që me rrit dozën apo nivelin e leximit edhe si tek fëmia i vet? Dëshira e prindit është gjithmonë që fëmia të jetë absolut në të gjitha lëndët, sikundur normalisht edhe në letërsi. Problemi i familjeve shqiptare është sepse aspekti i nënës ose aspekti i femrës është pak e larguar nga fëmia për shkak të punëve dhe të angazhimeve të përditshme. Vështirësia më e madhe lind nga mungesa e qëndrueshmërisë së nënës për kontrollin ndaj fëmijës. Sigurisht që prindrit kërkojnë tek mësuesit më të mirën e fëmijës, pra kërkesën e llogarisë, aman mos qëndrimi i tyre në bërjen e detyrave të shtëpisë, në kontrollin e tyre, sjell gjithmonë mungesë të asaj që ne i themi të formimit të përgjithshëm të fëmijës. Ata janë kërkues, por ndonjëherë jo bashkëpunues me neve. E vërtet. E përmende Shakespeare-in, Dostojevskin, që ju i keni do të thotë baza të gjithë studimeve tuaja. Mirë, po normalisht që janë autor që edhe ne i kemi lexuar ko pas ku e sa kemi pas mundësi, jo normalisht që jo aq sa jo.
por çka e bën për shembull për shkak se me aq sa kom lexuar Dostojevski ka dhe mënyrë të menduarit, ka shkrime shumë shpirtërore, njëkohësisht edhe psikologjike, po që qëndron gjithmonë në kohë. Çka e bën një shkrimtar të qëndrojë edhe pas vdekjes, të jetë shumë i lexuar dhe të mbetet, do thotë, në kujtesë ose të kenë njerëzit interes ta lexojnë? Mendjet e ndritura zonja Vlera thonë që letërsia, një vepër letrare, që ti rezistoj 3 kohëve, ajo duhet jetësohet në letërsi. Pra, ti përkasis së shkuarës, ti përkasis të tashmes dhe së ardhmes. 3 kohët për cilën vepra, poezia, episodi letrar, të qëndroj, do të thotë që ajo ngelet në letërsi, ngelet si një lloj memorie, dhe ne gjithmonë e kemi aspekt frymëzimi më pas. Në qoftë se këto episode, po them, të letërsisë, qëndrojnë vetëm në një kohë, vetëm në një të tashme, do të thotë që nuk është më produkt letrar. Okej, shumë interesante kjo. Po, nëse për shembull fëmijët sot kanë interes me shkru, ose dhe ju keni pas si fëmijë interes me shkru, ku mendoni se është për shkak se veprat apo shkrimet, librat, romanet, çfarë do qofshin ato, e kanë shihet që është një botë aty brenda. Unë ashtu e konsideroj. Një libër është, kur e shkruan një autor, është bota e atij personi. Çfarë cilësi duhet me pas dikush që me shkru, a duhet me pas shumë gjana brenda vetes, unë nuk po muj pa e psikologjizu pak, a duhemi me pas shumë gjana brenda vetes tonë, shumë përjetime në mënyrë që me shkru, apo mundet edhe dikush që shumë thjesht, do thotë, e bën jetë shumë spontane, shumë normale në kuptimin e të zakonshmes. Procesi të shkruarit lind gjithmonë nga diçka e brendshme që ne themi. Njeriu mund të kalojë shumë sfida në jetë, mund të kënaqet shumë nga disa episode të cilat mund të vinë në mënyrë krejt të papritur. Kur i bashkangjitet edhe pjesa e të shkruarit, pra kur e zoton pjesën e të shkruarit, ne i themi e derthat në letër. Që do të thotë, formësimi letrar dhe ndjesia e brendshme e bëjnë atë që të krijojë botën e vet, dhe kjo botë shpërndahet tek të gjithë lexuesit. Okej. Kur ju personalisht, si shkrimtare vet, kur lexoni, a keni interes që me e gjetë veten e juaj në një vepër, në një libër, apo çka do qoftë? Për shembull, po flas për veten, e kam shumë të nevojshme që të përshtatem me librin, apo të lidhet diçka me mua, ose unë e ndërlidhi gjatë kohës kur unë lexoj. Si e ndjeni ju këtë pjesë? Gjatë leximit është të paktën, nuk besoj ta kem vetëm unë, por që po ndaj eksperiencën time më saktë me juve. Kujtoj një episod që kam qenë në vitin e 2 të bachelorit, duke lexuar Krim dhe ndëshkim. Në një episod tek libri thuhej, aty nën kanape u dëgjua një zë, vrasës. Në atë moment u trëmba dhe bërtita, do më thënë në një formë krejt spontane. Shoqet që gjendeshin në dhomë u trëmbën dhe më pyetën se çfarë kisha. Isha futur totalisht brenda veprës letrare. Nuk kërkoj veten tek vepra. E shijoj atë në maksimum. Shija estetike që ma jep vepra, normalisht edhe realiteti nuk ta servir dot. Kështu që leximi i veprave të ndryshme, i botave të ndryshme, nuk mendoj që njeriu futet brenda veprës letrare, brenda botës së trilluar për të gjetur vetveten. Mbase do të gjej diçka nga vetvetja, por më shumë kërkon të eksploroj botën e tjetrit. Atë që psikologjia e vet ndonjëherë nuk arrin dot ta artikuloj, e gjen tek tjetri. E kom vrejt edhe më herët, mirë po dhe gjatë kohës kur ne bisedum paraprakisht, e ndjej e shoh një ndërlidhje jo shumë të vogël të psikologjisë me pjesën e letërsisë. Për shkak se, siç thash, e nxit njeriun ta krijoj apo të ndërtoj, të shkruaj diçka. Po ashtu ju keni shumë vepra, do thotë, që lexoni gjatë studimeve, po flas për Universitetin e Prishtinës këtu në Kosovë, por konsideroj që të njëjtën e keni pas edhe ju, që veprat që nxiten edhe lexohen kanë shumë të bëjnë me pjesën, do thotë, psikologjike, si njerëzit reagojnë, mistika, mitet, një farë forme ndërlidhen shumë. A jam
diku në rrjedh si ndodh realisht në letërsi? Që ka ndërlidhje apo? Gjithmonë mjeti për të cilën letërsia përdor i përket folkloristikës. Pra, e gjen veten në folkloristik. Baza për të cilën mund të marri është gjithmonë e kaluara. Ne dim shumë mirë që mitet apo gojdhënat e ndryshme që gjenden në folklor bëhen burime kryesore për një retrospektiv, për të cilën personazhi mendon dhe nëpërmjet tyre jepet një mesazh i caktuar. Pra, letërsia është e lidhur kushtësisht me anën mistike. Ne shikojmë edhe në antikitet, por edhe në rrymat më vonë, e shohim që elementi kryesor është pikërisht ky. Po vazhdojmë një blok marketingu dhe kthehem për pak. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Zonja Emine, diskutuam për pjesën e shkrimeve, të botrave tona të brendshme, edhe si neve që nuk shkruajmë edhe juve që shkruani. Ne dim që ju përgjatë një viti jeni edhe udhëheqëse e lidhjes së shkrimtarëve të Lushnjës, apo? Po. A mundeni me na tregu për këtë eksperiencë dhe si funksionon, a është diçka që duhet për shkak se po tingëllon diçka shumë e nevojshme, duke e ditë që leximi vetëm po anashkalohet dita ditës. Çfarë eksperiencë është kjo për ju dhe çka ofroni? Lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve, pra ne jemi një lidhje që i afrojmë edhe shkrimtarët, por edhe artistët njëkohësisht, të Lushnjës respektivisht, japi mundësi çdo antarit të Lushnjës të promovojë librat e tij. Normalisht ne e kemi ndarë në 2 lloj degësh, pra në poetë të afirmuar, të cilët kanë botuar librat e tyre dhe vazhdojnë në rrjedhën e botimeve, sikundër edhe poetët e rinj që i quaj të tillë që nuk kanë ose nuk janë afirmuar ende me një botim si një produkt letrar. Sfidë realisht ka qenë pjesa e lidhjes së shkrimtarëve, pasi për një periudhë kohe ka qenë e fjetur dhe na është dashur si kryesi të rëmojmë dhe të rigjejmë pjesën e poetëve që në një farë forme nuk ishin dëgjuar gjatë kësaj periudhe.
Gjithashtu mund të them se lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve lushnje përgjatë këtij viti, domethënë 2024-2025, ka promovuar mjaft libra, madje ne erdhëm edhe me një risi tjetër, një pjesë novatore tjetër, siç është konkursi Ngjyra në Vargje, për të cilën të gjithë poetët lushnjar morën pjesë, u ndan 3 çmime dhe juria ishte jo nga lushnja. Pra, një lloj meritokracie për të cilën ai i cili përmbushte të gjitha kriteret e poezisë, normalisht fitonte edhe çmimin për katës. Ndërto, pjesë të shikimeve të poezive ishte edhe profesor Vinca. Okej. Nuk po mundem me anashkalu pa e diskutu. Si mundet që një grua apo vajzë me mbulesë ta arri që t'jetë udhëheqëse e një lidhje të shkrimtarëve me diçka do të thotë që është në kuptimin nuk ka të bëjë me fen. Edhe kryesisht lushnja nuk e di, mund të na tregosh ti, po nuk e di për një vend që njihet si vend fetar. Faktikisht, kur flasim për letërsi, duket paksa në anomali mendimesh, kur flitet për letërsi, të flitet njëkohësisht edhe për fe, ose ai cili vazhdon letërsi në një farë forme aventurat për cilën letërsia mund të japi, mund t'i zotoj një vajzë me shami. Domethënë, duken dy mendime krejtësisht të kundërta. Faktikisht, letërsia ka qenë ëndra ime më e madhe e realizuar tashmë. Përsa i përket pjesës së mbulesës, ka qenë një lloj sfide më vete, pjesa e mbulesës në idenë kolektive, por jo kufizuese për të bërë kryetare e lidhjes së shkrimtarëve. U vendosa, pas zgjedhjeve, u vendosa të isha kryetare e lidhjes dhe formën teologjike e lash në një vend tjetër. Pra, kur flasim për letërsi, flasim për të brendshme. Nuk e përzjej me teologji, nuk e përzjej me pjesën e fesë. Ajo është diçka që më përket mua dhe pjesa e praktikimit është vend tjetër. Pra, nuk u pa si një lloj pengese që unë të realizoja të paktën në ëndrrën për cilën kisha për lidhje. Shumë bukur e përmende që besimi edhe kjo pjesa e letërsisë janë dy gjëra të ndara, për shkak se besimi është pjesë e jotja shumë personale. Mirë, po ndonjëherë na ndodh në Kosovë, po besoj edhe në Shqipëri është e njëjta, që për ne mund të jetë ndarë, mirë, po të tjerët mund ta gërshetojnë. Dashtëm ne apo nuk dashtëm. Edhe a ndodh në Shqipëri kjo që të tentojnë, të gërshetojnë, do thotë mbulesa është diçka personale. Okej, ti mund të jesh mjeke, mund të jesh profesoresh, mund të jesh psikologe, mirë, po nuk ndërlidhet mbulesa me profesionin që ti e ke. A ndodh në Shqipëri, a kërkohet mund prej vajzave apo grave me shami që të arrijnë t'u tregojnë shembull të tjerëve që ne dim, mundemi. Unë do thosha, Vlera, që këto janë mendje të vogla të cilët gjykojnë. Njeriu faktikisht në një konferencë që isha ditën e dieshme tek Filologjiku këtu në Prishtinë, u fol për postmodernizmin gjatë, pra brenda dhe jashtë veprës letrare. Postmodernizmi sheh të jashtmen pa gjykuar se çfarë përmban e brendshmja. Dhe mendjet e vogla shohin të jashtmen time në këtë rast. Ndërsa kur arrin të kuptojnë se çfarë përmban e brendshmja ime, se çfarë përmban bagazhi im, integriteti im në letërsi, arrin të ndryshojnë mendime. Nis si një lloj sfide, por në momentin që ka përcehet pjesa e meritës, kuptohet pastaj që mendimet pastaj fillojnë dhe të ndryshojnë. Po, shumë mirë. Po, si e shifni këtë pjesën e letërsisë, por edhe të pjesës së mbulesës, nëse mundeni, me jap një mendim edhe për këtë, në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Për shkak se ju keni bashkëpunime, po e shoh përderisa keni qenë në një konferencë në Filologjik këtu në Prishtinë, si e shihni këto dy dimensione?
të dy vendeve? Faktikisht, në qoftë se flasim për vendet e vogla, janë vende të cilat japin një sfidë goxha të madhe. Për sa i përket Tiranës dhe Prishtinës, janë dy vende që unë do thosha që i qasen mjaft njëri tjetrit. Dhe në Tiranë dhe në Prishtinë shoh një lloj lehtësimi për angazhimin e femrës në profesion. Ndërsa vendet e vogla të japin më shumë prioritetin e si mund ta them, mund të japin më shumë prioritetin që nuk të mbështesin. Pra, mungesa e mos mbështetjes sjell ndonjëherë edhe që njeriu të tërhiqet. Karakterit, domethënë, llojshmëria e karaktereve të ndryshme. Shumë bukur se unë kështu ashtu e kisha në mendje me përmend, për shkak se episodet e fundit, edhe më tutje, kam mendu që me vazhdu me u marr, pavarësisht profesionit të ftuarit, me u marr me pjesën e rolit të gruas dhe kryesisht feminizmit, i cili po vlon një farë forme, nuk e di si është në Shqipëri, mirë po investohet shumë në Kosovë në këtë drejtim. Nuk jam kundër feminizmit, të mirëfillt. Por ajo që po bëhet këtu nuk e konsideroj si shumë të mirëfillt. Prandaj po kam dëshirë me ngritë si çështje. Si e shihni pozitën e gruas, zonja Emine? Për shkak se tek ne po flitet që një grua duhet gjithsesi të jetë super angazhuar që të vlerësohet, edhe të shihet si arritur. Përderisa një grua tjetër vendos të qëndrojë në shtëpi, të rrisë fëmijët, që është një punë angazhim edhe ai me vete. Si e shihni pozicionin e gruas ju? Shikoni Vlera, angazhimi profesional nuk e ndalon femrën të jetë edhe një anëvise e mirë. Kapërcimi i kufive të punës, pra në qoftë se disa lloj punësh janë me orare të stërgjatura, japin mundësi femrës të ketë një karrierë të mirë, por jo të jetë një nënë e mirë dhe një bashkëshorte e mirë në aspektin e kohës së kaluar me familjen e saj. Feminizmin sigurisht që e mbështes deri në ato momente kur nuk prishet aspekti i familjes. Pra, e vëmendjes, ashtu siç e thash pak më lart që prindrit kërkojnë nga mësuesit vëmendjen maksimale për fëmijët e tyre, por vetë nuk arrin dot ta gjejnë kohën për të ndihmuar fëmijët e tyre. Sado mësuesi të jetë afër fëmijës, nuk plotësohet dot trekëndshëm midis fëmijës, prindit dhe mësuesit. Në qoftë se prishet ky lloj zinxhiri, do thotë që e nesërmja e fëmijës vendoset në pikë pyetje. Aspekti familjar është i pari. Normalisht që femra nuk është e destinuar vetëm të rrijë në shtëpi. Sigurisht që angazhimi për cilën femra duhet të ketë në shoqëri do ta japi kontributin e saj, por jo derisa të kapërcej pjesën e limitit të mungesës së saj në shtëpi. Si qëndron në lushnje konkretisht, për shkak se ju jeni prej aty dhe me siguri jeni e dini më mirë si secili prej nesh për vendin e vet. Si është pozita e gruas, qoftë gruas në përgjithësi, qoftë gruas muslimane në veçanti që shihet, do thotë vlerësohet si praktikante? Pavarësisht që është një vend i vogël, unë simpatizoj këtë pjesë. Jepet rëndësi familjes, jepet rëndësi bashkëveprimit në raport me njëri tjetrit. Antarët janë të lidhur me njëri tjetrin. Femra, qoftë mbuluar apo qoftë femër e zakonshme, pra pambulesë, mbaron detyrimet e veta profesionale dhe gjen dhe kohë për të kaluar me bashkëshortin dhe me fëmijët e saj. Ndryshe që ndodh në vendet e mëdha urbane, siç mund të jetë Durrësi apo Tirana, që ndonjëherë jeta është aq dinamike sa që të merr dhe harron dhe prekupimet familjare. Kështu që në lushnje është çdo gjë në rregull, të paktën për sa i përket aspektit familjar dhe raporteve me profesionin. A mendon që prej një jete në lushnje, për shkak se ju edhe fëmirinë e keni kaluar në lushnje, apo? Po. Okej. Edhe vazhdoni të jeni aty dhe ta keni djalin aty, për shkak se e keni një djalë. Si do të ishte për ju nëse do të kaloni shembull në Tiranë, për shkak se e përmendet Tiranën si një vend, normalisht është kryeqytet dhe kryeqyteti gjithmonë ka më shumë lëvizje. A do të ishte vështirë për ju të ambientoheni, apo ju pëlqen ajo zona e qetësisë si në lushnje? Unë kam vazhduar studimet master në Tiranë, e shikoj sfidë.
E shikoj sfidë. Jep benefitet e veta, jep mundësi që fëmia të kaloj ndryshe, sepse normalisht vendet e mëdha japin prioritetin e aktiviteteve të ndryshme, por më shumë e shoh sfidë tek pjesa e angazhimit kohor që fëmia kalon jashtë me shoqërinë. Duke qenë një vend i madh dhe një vend për të cilin është lirshmëria, e shikoj sfidë për fëmijën tim. Okej. Ndërsa në vende të vogla është më e lehtë menaxhimi, qoftë i shoqërisë. Është më i kontrollueshëm. Më i kontrollueshëm. Okej. Zonja Emine, tek pjesa prap po kthehemi, do thotë, e letërsisë, por njëkohësisht edhe e besimit. Për shkak se ne dimë edhe veprat, po mendoj, Islami është fe që nuk lidhet me arabët, vetëm me arabët, siç ndodh tek ne njerëzit të komentojnë apo të japin mendime kryesisht për këtë. Mirë po, arabët njihen si njerëz të cilët gjithçka e kanë shprehur me poezi. Sa përfshihet tek ne kjo pjesa do thotë qoftë e autorëve arab apo sa njihet qoftë tek pjesa e studimeve? Apo nuk merremi me atë pjesë? Faktikisht, për sa i përket pjesës së besimit e para, shpeshherë dëgjoj nga shumë njerëz që je veshur si arabe, ke mendime si arabe, ke një botkuptim arab, dhe të gjitha këto etiketime, ndonjëherë mendja ime fillon të mendoj që çfarë po thon. Me të vërtet, pjesa e fesë ka lindur në Arabi, por kjo nuk do të thotë që ne jemi arab. Ne zbatojmë obligueshmërinë që Allahu na ka dhënë përkundrejt mbulesës. Për sa i përket pjesës së poezisë apo pjesës së letërsisë arabe, këtu tek ne është pak e zbehur pjesa e letërsisë arabe. Është e zbehur, okej. Ndoshta për shkak të paragjykimeve që ne I kemi ndërtu si shoqëri, për arabët duke lidhur gjithmonë me pjesën e fesë. Për ndryshe, a mendoni që gjeneratat kur funksionuan edhe jetuan ose e kaluan rini në kohën e komunizmit në Shqipëri po zbehen në kuptimin e besimit të atij rigiditetit në botë kuptime për pjesën e besimit që nuk ka Zot, apo zbehet? Unë do të thosha që në këto momente për cilën e po jetojmë, njeriu ballafaqohet me të vërtetën, është mundësia e leximit, është mundësia e hullumtimit, është mundësia që njeriu të gjejë të vërtetën përkundrejt shumë burimeve të ndryshme. Ndonse në komunizëm, ashtu siç kundër e dim, nuk kishte mundësi leximi, madje edhe ata libra të autorëve të verdh, librat e verdh që thoshin atëherë, ishin të ndaluar të lexoheshin, për besimin as bëhej fjalë fare. Sot është mundësia e burimeve të ndryshme. Thjesht njeriu duhet të qaset te këto. Okej. Djali juaj, konkretisht tash po e marr, a do të kishit nxit si non? Edhe duke e di që jeni studiuese gjuhës dhe letërsisë në drejtimin e juaj? Apo a do ja jepnit një kohje të paktën? Nuk po them me ja imponu, po të paktën me tentu me orientu andej. Sigurisht. Unë faktikisht edhe bashkëshorti im jemi të dy mësues. E dim shumë mirë se sa e rëndësishme është pjesa edukuese mbi librat. Dëshira ime më e madhe si nën tashmë është që fëmia im të lexojë dhe të kuptojë botët, siç thamë më përpara, botët e gjithsecilit autor dhe të krijojë botën e vet më pas. Nëpërmjet leximit do shkoj drejt një formimi minimal gjuhësor. Sa më shumë të lexojmë, më shumë kemi hapësira për të menduar ose edhe për të logjikuar ndryshe, krahasimisht me njerëzit që nuk lexojnë. Për t'ia imponuar, sigurisht që jo. Po. Si është me qenë të dy bashkëshortet në një mësimdhënës? Jo të një profesion, për shkak se më tregu që ai është mësimdhënës si fizikës, apo? Po. Okej.
Faktikisht, unë shpesh them që letërsia dhe fizika janë dy kahe krejt të ndryshme ose krejt të kundërta, por që në të vërtetë formojnë unitetin, formojnë njëshin, sepse letërsia me botën e vetë dhe fizika me precizitetin e vetë formojnë unitetin. Okej, do thot letërsia jep shumë hapësirë, shumë do thot në kuptimin e lirisë mendimit, ndërsa fizika 1+1 bëjnë 2. Gjithmonë, ndërsa në letërsi mund të bëjnë edhe 3 dhe 4 edhe 5 ndonjëherë. Relativiteti mbi mendimin, them shpeshon. Shumë interesante kjo. A keni ndonjë sugjerim apo këshill për të gjithë njerëzit sa i përket pjesës librit, pjesës leximit në këtë kohën kur leximi po sfidohet ekstremisht shumë, si kur më parë konsideroj, prej teknologjisë, prej inteligjencës artificiale, çfarë do t'i këshillonit njerëzit? Shikoni Vlera, dje isha me një profesor dhe ishim duke biseduar pikërisht për këtë gjë. Jemi në dy botë të cilët mundohemi t'i qasemi njëri tjetrit. Ne të shkojmë drejt nxënësve dhe nxënësit të mundohen të vinë drejt nesh. Pra ne të kuptojmë rëndësinë e inteligjencës artificiale, në qoftë se do ta thoja kështu, dhe ata të vinë dhe të ofrohen tek librat. E vetmja gjë që unë them është, lexoni, lexoni dhe lexoni. Zonja Emine, faleminderit shumë për këtë këshill, sugjerim. Shpresoj shumë që krejt ata që e kanë dëgju këtë podcast kanë me pas edhe me marr parasysh, për shkak se, siç e thash edhe më përpara, jemi në një sfidë të madhe për shkak se po e sfidon shumë teknologjia leximin. Ju falenderoj shumë për kohën, për kontributin, edhe e di që kemi pas edhe shumë çka me fol, mirë, po shpresoj që kemi mu taku prap. Faleminderit zonja Vlera, kënaqësia ishte imja, patjetër. Mirupafshim në episodin e radhës.